Sepse ka precedent për këtë gjë. Për të mos thënë që unë duke kujtuar dhe pasur lidhur me këtë rast. Ajo do të ishte shumë interesante nëse ata do të zgjidhin rrugën klasike dhe do të shkonin në parlament për të kërkuar heqjen e imunitetit, sepse aty do të shkonin që Edi Rama do të vendosej para dy zjarreve, para dy zgjidhjeve me shumë siklet, ose të lëshonte dhe të ishte mandatin e zënses tij, ose ta mbante dhe të ishte në kosh të gjithë propagandën e reformës në drejtësi. Asaj reforme që më shojnë fakt Belinda Balluku një ditë më parë dhe në parlament në fjalimin e saj. Dashur, unë nuk e di tani, kjo ka qenë e qëllimt apo e rastësishme, por dyshoj, prandaj ekzistoi, thot ajo shpreha e famshme. Ky ishte varianti që i shkaktonte më pak dëm kryeministrit. Pra rrëzimi Belinda Ballukut në këtë mënyrë ishte varianti dhe rruga që Edi Ramës i krijonte më pak siklete. Ti mendon që ka dashur kështu Edi Rama, dhe është bërë siç ka dashur Edi Rama? Unë thash dyshoj, prandaj ekzistoi. Edhe rastësisht në ndodh, ky ka qenë varianti. Si do sillet për ndryshe. Kurioz që të shikoja se çfarë do ndodhte nëse kërkesa shkonte në parlament për heqje të imunitetit. Pikërisht për shkak të asaj zgjedhje mes dy zjarreve që do ta vendoste Edi Rama. Në fakt se nuk ka shkuar në parlament. Edhe një gjë Sonila, sepse në fakt prokurorët e SPAK-ut tani po dëshmojnë një sjellje live që po shkel vendimin e gjykatës dhe ligjit. Pra Belinda Balluku ndodhet me eskortën e zëvendës kryeministres në kryeministri. Disa thonë që është herë në zyrën e saj si zëvendës kryeministre. Duke dhe Ulsi Manja, kryetari Komisionit Ligjit, po vazhdon të ushtrojë funksionin e zëvendës kryeministres dhe ministres infrastrukturës dhe energjisë. Dhe do duhet që prokurorët e SPAK-ut të mbajnë shënim që Belinda Balluku e fillon duke mos zbatuar masën që është caktuar sot ndaj saj. Pra ajo nuk ka më të drejtë as të shkojë në kryeministri në zyrën e saj as të përdorë eskortën dhe as të përdorë asnjë nga A është normale që brenda, se nuk e dim në çfarë zyre ndodhet dhe zoti Ulsi Manja, po kryetari i Komisionit Ligjit, pra një njeri i legjislativit që hyn, po themi ne, në këtë situatë brenda për brenda, nuk e dim a është problematika që po diskutojmë ne duke qenë dakord